Ndonë se pensionist, Ali Uniku, 68 vjeçar, merret me kultivimin e luleve, pemëve e perimeve të ndryshme. Ai mbjell ato në përvazo dhe enë të matësive të ndryshme në kopshtin e tij. Atyre ju kushton një rëndësi të veçantë. Ne i kultivojmë këto fidane, përpara që i kanë thonë rasatne. Domate, speca, lula, e kultivoj fasligeni. Fasligeni është edhe Shqipnia i thotë barzilok. E ka aromen, pas aromës e lufton miçkojen. Edhe në ka përdorin disa për ushqim formë magdanozit, përdori kobzën. Kobza është për djath, për tension gjakut. Jenë dobim efekte që bojnë në organizmin e njerëv. Këtë veprimtari ai ka trashëguar nga paraardhësit e tij, të cilët po ashtu merreshin me kultivim. Une jem kultivus me tradit prej të parëve të mi. Gjithë ditën duhet na i ulem për me kultivimi miell. Njëra mielli si fidane, masa na i duhet mundru si asat në për tasa. Prej tasa duhet mu tërhek në përvazne, më shku që i mielli në për shtëpi.